Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin në Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek një lajm i dhimbshëm. Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, njëherët një personazh i njohur shumë në rrjetet sociale, gjithashtu dhe influencerja shumë e dashur për publikun Giuliana Nura, e njohur si Gjuli, ka përjetuar ditën e sotme një tragjedi në jetën e saj ku fatmirësisht ka kaluar pa fatalitet. Një lajm shqetësues ka ardhur për ndjekësit e influenceres së njohur shqiptare Gjuli Nura, e cila së fundmi ka pësuar një aksident trafiku gjatë udhëtimit të saj nga Slovenia drejt Zvicrës. Ngjarja ndodhi në orët e pasdites teksa ajo ishte duke udhëtuar me makinën e saj personale ku papritur humbi kontrollin e automjetit për shkak të motit të keq dhe rrugëve të lagështa. Sipas burimeve të afërta, automjeti i Gjulit ka dalë nga rruga duke pësuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht ajo ka shpëtuar pa lëndime fizike. Vet influencerja ka ndarë lajmin në rrjetet e saj sociale duke treguar pamje nga vendi i ngjarjes dhe duke falenderuar Zotin që ka dalë gjallë nga ky moment i frikshëm. Sot e kuptova edhe një herë se sa e brisht është jeta, brenda pak sekondash gjithçka mund të ndryshojë. Faleminderit Zotit që jam mirë, makina dëmtohet, por jeta s'ka çmim, ka shkruar ajo në një postim emocionues në Instagram. Ky moment ka prekur thellë ndjekësit e saj, të cilët kanë shpërthyer me komente, mbështetje dhe urime për shërim sa më të shpejt. Në pak minuta postimi i saj është mbushur me mijëra reagime dhe zemra nga fansat që e ndjekin prej vitesh. Gjuli Nura, e cila prej kohësh jeton në Zvicër dhe Kosovë, është një ndër figurat më të përfolura të rrjeteve sociale. Ajo njihet për jetën luksoze, stilin unik dhe aktivitetet e shumta në fushën e modës dhe marketingut digital. Aksidenti ka tronditur jo vetëm ndjekësit e saj, por edhe komunitetin e influenceres shqiptare në diasporë, të cilët kanë dërguar mesazhe inkurajuese për të. Aktualisht, sipas raportimeve, Gjuli ndodhet në shtëpi pranë familjes, duke marrë kohën e nevojshme për të reflektuar dhe për të rikuperuar emocionet e saj prej ngjarjes. Ajo ka theksuar se do vazhdoj aktivitetet e saj sapo të ndjet gati, ndërsa ka apeluar për më shumë kujdes në rrugë, sidomos gjatë motit të keq. Mos harroni, një çast pa kujdesi mund të ndryshojë gjithçka. Kujdesuni për veten dhe për të tjerët në trafik, ka përfunduar ajo. Ky incident është një kujtesë e fortë për të gjithë se pavarësisht famës apo suksesit, jeta mbetet dhurata më e çmuar që duhet ruajtur çdo ditë. Fatmirësisht Gjuli nuk është se ka pësuar ndonjë diçka. Ju shikoni edhe fotografitë e automjetit me të cilin Gjuli është vozitur. Shëndeti i saj është shumë mirë, është në gjendje të mirë shëndetësore, por domethënë ka kaluar ditën e sotme një situatë të pakëndshme. Gjuli në fund ka lënë të kuptojë që jeta është më e bukur se gjithçka dhe nëse Zoti na fal një dhuratë të mrekullueshme në këtë univers, është jeta që ne gëzojmë.